Rally Albania nisi rrugtimin në 21 nga mjediset e Velipoja Grand Europa Resort, duke bërë bashk garues nga e gjithë bota, ku përfshin rreth 300 motomjete dhe 200 automjete. Ky është edicioni 2 radhazi që organizatorët zgjedhin mjediset komode të këtij resorti në plazhin e Velipojës për të bërë bashk të apasionuarit pas këtyre udhëtimeve të mbushura plot me adrenalin. Pilotët do të përshkruajnë kilometra të tëra në terrenet vështira, do të përballen me sfida të jashtëzakonshme në rrugët e panjohura të Shqipërisë, duke i bërë kështu një tjetër promovim turizmit dhe bukurive që ofron natyra shqiptare. Erdhëm nga Gjermania, kaluan përmes Bosnjës dhe tani jemi në Shqipëri. Jemi të gjithë miq, kolegë në timon dhe në gara. Erdhëm për të vizituar Shqipërinë vetëm për çejf dhe për garat. Është hera e 4 në vendin tuaj dhe hera 2 që qëndrojmë tek Velipoja Grand Europa Resort dhe mikpritja është fantastike. Kur ja tregova dhomën vajzës time, duke qeshur më tha: "Mos jemi në përralla." Kemi një problem me sistemin e brendshëm të makinës dhe unë jam ai që duhet ta riparoj që ta kemi gati për nesër për garat. Jemi në pritje të rally dhe aktualisht po qëndrojmë në Velipoj. Është vendi ideal për të pushuar përpara garave dhe momenteve të rëndësishme. Është vend shumë interesant. Plazhi është afër, ndërkohë ne duhet të bëjmë gati makinat për nesër. Është hera 4 që unë jam në Shqipëri dhe këtu në Velipoja Grand Europa Resort. Kemi ardhur për rallyt, por herat e tjera edhe personalisht për pushime. Është gjithçka ashtu si s'na duhet ne. Plazh, qetësi, pushime dhe pastaj direkt për garat. Vendi është shumë i bukur, qetësi, ushqimi fantastik, pishina e mirë dhe pastaj edhe plazhi pak më larg. Vendi është shumë i madh dhe hapësirë e bollshme. Është një vend shumë i mirë për pushimet. Më pëlqen shumë ky resort sepse kam ardhur disa herë. Ja kam premtuar edhe gruas time dhe nuk e bëra, por tani jam i detyruar që ta mbaj premtimin nëse dua të kthehem në shtëpi. Edicioni 21 i Rally Albania do të përshkojë 1800 km për 7 ditë, teksa do të ketë ndalesa në vende tërheqëse. Pilotët pritet të dhurojnë spektakël në rrugët e vendit, ndërsa gara do të përmbyllet në 14 qershor me festën e madhe në kryeqytet.